Mirëmëngjesi, Mirëmëngjesi, mirë se ju gjeta krejt. Dukesh bukur, fustani më pëlqen shumë. Faleminderit. Deri na shohshi si çdo herë, nëse s'po guzoj me të kallëzu që shpo dokesh, se më duket e bona atë komplimentin mbrapa kamerave, dukesh shumë bukur. Faleminderit Gonxha, të ti po dukesh yll si çdo herë. Fajt, i kam shumë bukur unë. Mirëmëngjesi, Agon Rexhepi, s'po dukesh bukur. Tema i Jo, Gonxha. Jo, veç sa Agonit, bëllë se ta shqito ke pren si rilës gjatë të nditës edhe i rrinë në kryti. Në ta Gonxha së do këtë mirë. E din këtë, se i thash, se do këtë mas mirë. Të kam gjanë, si gjithmonë. Edhe plus ëmbëlsira për fund la. Po pra. Ëmbëlsirat nesër për Bajram. Ëmbëlsirat për Bajram edhe sot jena me Ramazan, kështu që mos na i përmendje, bele deri mas iftarit. O kry, A keni po baklavat? I kemi përësit baklavat. Marë, turp të kesh me Agnesa. Veç baklav nuk atu, i bashkë që ata... Qatë bashkë se se gatun që ata dush me... Jo, Për iftarin e fundit, Gonxha. bashkë kanë qef me provu ndo njëherë, po s'pi vjen rani, hajtë sot, hajtë nesër. A bom këtë bashkë të lojmë një baklav që të ra pas ditës në kushinë, a një tina kalzën, qka duhet, a vdena jo s'bën qashtu, jo bën qashtu. Direkte, po, une jo. Po me qërë. S'lodhna. A nuk lodhesh? Haj gare bre, unë dimoj, që ka shkoj blej ushqimet, produktet, menoj që ato në shta dimi zgjedh të mira, po thom, se kështu se më shkon për dorë, se se kam provu asë njëherë. Por e kam provu, apo nuk e kam provu shikuset dhe shikusit tonë, me përgadit baklava, do përgadisin edhe gjatë ditës sotme, letë na telefonojnë në +383 48 18 18 18, pra për mes Viberit, aty ju mirëpresim juve, dhe na të regoni paka shumë edhe për atmosferën në shtëpit tuaja. Atmosferë baklava po jo? Pa tjetër që po, unë për vete e duja zakonisht shumë Bajramin, sepse është ndërfesat e ralla që kreti bën bashk, edhe i shef familjar, i një familjarët e duhet si ke njohë kurma për para, se ki pa zakonisht, po mënej, vjen shumë keq me thonë, për na generatat e reja për fat të keq, jemi distancuar gëgja shumë prej familjeve pak ma të larta. Apo dojnë hajoa pare ty? Jo, valla, unë asë partë në tisë nuk di ku kanë metë, lemën të Bajramit. Ama për fat... Dojnë pare për Bajrama? Jo, për fat... Je ma i vogli në shpe? Po, dhe të qysh kështu që të dashën familjar. Kushtë që vjemi nga vizitu nesër, ju lutem, lemin edhe mu do pare. 5 euro. Mos arrani sot mi thi pare që nesër këtë po bojmë të leoshe. Që ti bojmë 5 gati nesër, gjithë gjysh për nesër. Rina tha të na bin karamelet vogla. Po, ma herët keshtu i pyte edhe kolegët se të pjesa e rafshet Dukagjinit deri në një moshë të caktuar me gjithë fëmijët e mahallës ose edhe të qytetit qohen edhe shkojnë shpi edhe kërkojnë karamele ose bombona, edhe është ajo kanga që kënohet me fat ju kuft Bajramin në dyrë të gjithëve duke ja uru. Është kong ta mama? Është kong, me fat ju kuft e thu. Ilahi kështu apo? Jo, veç shkurtimisht ja thu me fat ju kuft Bajrami kështu si lloj të bërtit, fëmijët e kanë zakon ashtu kur mbledhen krejt bëhet një farë lloj. Me fat vallaj s'kena thonë kur me fat Bajrami. Jo, me fat ju kuft Bajrami, bërtas, ndërsa del pronari i shtëpisë edhe ju jep karamele ose bombona. Allo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Nëse dorë me publiku Dona nga Vushtreja. Dona, a i ke bo baklavën e Dona? Jo, valla Gonxha, nuk e kum pregadit baklavën, se është hera e tretë që e kum qitë, jo në këtë Bajram, po viteve tjera, e kum të hollu shumë mirë, e krejt, po nuk e di a shërbeti, a pjetë, në ardhë më bëj kësi pite. Po më do këtë shërbeti është probleme. Pse qysh del ke rezultati? A u zbutëshin petat, a u forcëshin shumë? O të hollëshin te për mire, e lejsha mu tere, krejta mu nuk e di pse, ose nuk disha me pjek mirë, ose shërbeti ma preshke, tani ma se kum provu as njëherë. E donë, veç nëse ka mundësi mja nojtë zonin televizorit, mirin Po, ashtë në rregull. Perfekt. Okej, s'ka dështu deri te pjekja, gjithë shka procedurat kanë qenë mirë. Sa ore ke pjek? Po 1-2 orë. Shtoj edhe 1 orë, herën tjetë. Edhe që ma pak i di që gjyshja jam thejke si dili me pjek duhet, do me thonë shumë ka dojë. Dhe mami kështu thotë. Gjatë, ku ma në gjatë. YouTube, se as njëherë abdi nuk ju kum pa dikon offer, asë kam vjerën, veç vetën jam edhe e qysha në YouTube, qyshe pa i shatë,
Ama dhe sheqeri e ka, sheqeri kishë specifikat e veta, unë nuk e kom ditë sheqeri du të me qenë zdi shpare. Unë e kom një pyetje i konë që me leje. Në Vushtre, kur të vinë mësafirt, a më përpara që një qajnë a baklavën? S'ki nevoj me pyte donën, pyte, mua dhe në të kalzoj. Të kalzoj pak ma vonë. E unë për bajram e kom si tradit, diqysh një torte me kiksa, për gjdo bajram, nëse nuk e qesë, qa torte më duke që s'ka bajram, është shumë e thjesht, po më ka me që shprehi, edhe nëse qesë tira torte pa e qitë që ato nuk mëj. A del mira jo? Po, shumë e mirë. Mirë shumë. Pekur nuk ka në vogël, nuk kam mësu vajza ogjit edhe në stop, për gjdo bajram. Tira vite, po më nëjë tira vdet nuk qesë, as tira muj, veç për bajram e qesë. Mirë, Dona të falimderit shumë që e ndave eksperiencen me neve. Uri me festën edhe ty, edhe shpesom që nuk kam me tërshtu baklava, mon. Falimderit shumë. Pra, me pjek si me gjellë, si kur e pjek gjellë. Do me thonë në pak gradi, kën 40-50 gradë varsisht prej furës, po për krejt që to gatime, na sa do që i këshyrim në YouTube krejt komplet hapasapi, e para punës është varsisht që i ki durë, se bërumi është vish eksperiencë me dorë sa e punan, edhe pjesa tjetër asë një furë nuk është të njejta, për shambull aty, ty ta qëtë pjeke 35 minuta në 180 gradë, fura e me kollë, që është të prapë, duhet me shkollë në vetë, është eksperiencë. Eksperte qashtë që si. Eksperte piteve, ja. Unë nuk bona eksperte baklavës, atë një pëse se dje e kom prej, e kom bo atë formën e lullës baklavës, e kom bo në atë formën e lullës, ta shumë bo eksperte, edhe me kompetenca, se kom një një grupë në Facebook, ishë kuzhina, manjak të kuzhinës diqka, dësha me ditë me gjithë një recept shumë të mirë për sherbet, se për më duke që aty sherbeti, do me thonjën baklavës. Po, qysh po do me të kalzu qysh? Po t'lutë. Që ka bojmë na në mëngjes? Vushtre. Që unë i për gjumit. Që unë për gjumit, unë e vim punë, zakonisht qdo bajram jam në klan. S'ka ndodhë asë një herë në asë një bajram, unë e mësë me konë pjese programit mëngjesit. E jemi krejt shqiptar. Edhe nuk e din qka bot, asë që 50 edhe nuk e di shka ndodhë. Qajat jenë dikur krejt ma vonë, për bajram po. Qajat dikur ma zdarkës i lojmë. Edhe pse tash më bo shumë realiste në familjen tam, nuk është që pim shumë qaj. Mirë po e kemi deri në 2 herë. Ju kam e të pak në tane. Deri në 2 herë. Jo, një herë. Do një herë edhe asë një herë. Telefonata tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Kur telefonon? Një telefonuse prej Gjermanis. Gjermanin. Se kemi Gjermanin, sot? Dhe cëllën pjesë Gjermanis? Në Bayern. Bayern. Mirë, a i përgadit, a ki marrë në Kosovë, që ka ki me bo për bajram? Jo, në Kosovë fatkesisht jo s'muj marrë, po jemi përgadit. Ke përgadit baklavën? Po, pa tjetër, baklava gjithmonë. Po, gjithmonë. A i ke përgadit teja, ta ka përgadit dikush në familjen? Jo, vetë e kom përgadit gjithmonë, vetë e përgadit. Sa je Zoja? A dalin të mira? Më se gjavë do vetën, po na i trego komendet që t'i dhonjë të tjerët kure probojnë baklavën që përgadit te. Po, komente gjithmonë të mira ko marrë, tash. Për diri sa vazhdimisht e përsërit me gatu baklavën, do me thonë për djetë që koka e mirë. Se zakonisht kur se del mira, ja bojmë pajat pak të shpis. Ju s'ki nevoj mu lutë, heq më se që të vetë të përësite. Baklava e ka, do në pak provoj, po kur jam e njeri dore, mirë të një, dhe mirë. Shërbetin qysh me banë? Shërbetin gjithmonë një me një. Sa sheqer, sa uj, gjithmonë. Qysh me vjen ajo hajtë rëgën pak? Edhe zështon, mirë del, gjithmonë del mirë. Se dikush e donë me ma shumë shërbet, dikush me ma pak, po. Limoni a vendoset për aroma, apo veç mësë me u kristalizu sheqere? Limon unë si vendosi hiq. Koka për aromë, pra. Koka për aromë. Mire, Dona... Marët prej shies njeri. Dona ishte telefonata para prak, ju s'na të rëgua të emrin. Falimderit shumë me fat bajrami prej sot dhe takumi nesër, ju presim nesër në program. Urime edhe juve gjithashtu. Falimderit. Një fest mirë. Falimderit shumë. Edhe shkem të folë, shto unë të marë këshila për sherbet. Për bajramin e vogël që me bu vetën.
Jas, mami së më njën, për E di që... është pa televizorin, kështë që nuk jam Se për bartë. mëngjesi që a keni zakonisht tradit me pas në mëngjes, sepse mëngjesi ose dreka bajrami. Dreka bajrami. Orizi është i zakonshëm. Nejtëna me folën e për paqen, a gatuni jo paqen, jo gjell, jo paqa gjell, po paqa tavë, është shumë e mirë që bëhet, për dreka që tregoj, është me 5 baklavës bëhet, po pa sherbet, në më thonë 5 e baklavës që mbesin ato pjesë, i pjek veç ato, mandej, e zin mishin edhe ato i bën me ujtë mishit edhe marën qervishin me hudër, edhe pak mish për mi, pjekët në furë edhe është seni ma i sheshëm, edhe na e kemi tradicionale në Prishtinë, qëto ka babi në Miradi nuk kje tradit, po këtu në Prishtinë. Nese mas emision të Agnesa ke. Edhe është... A e përgatit Agnesa? Jo, nuk e pregaditi, po të babi e pregaditi, po. Kështu që është që kjo... Po që është tradicionale... Tërna një di, kush përgatit një pa që tovë. Jo shumë e përgatitin, mirë po është... Kanë vetë disa. Ta mandi që është tradicionale për Bajram që bëhet, sepse është me 5 baklavës. Të na zakonisht ka jahni edhe mantia në lap. E interesant, mu më pëllë, kove të fundja ka njësë më pëllë edhe Jania edhe këto Misheljakna, që si ko më mërkorë. Kështë së më bajtona, mu në halos Që na orize pula, ta mënë pula, mesh gjithësëse edhe ndo një pite tjetër gjithë shka, Specat mushën asë për një sarmë. He, po më faqë, specat mushën edhe sarmë. Që janë gjithë. Po, e vërtet është. Ushqimi edhe është ushqimi jam i preferuar specat. Na mas ne lirisht me qatë përgatitje mundu me hongër dhe 3-4 ditë tjera. Normalja e ditë. Si për vitri që është një 3-4 ditë njëta gjona që besin. Shojmë telefonata e radhës, nga fletë pak, ndoshta edhe që ka përgatisin për drek të Bajramit. Përshëndetje. Mirë dita, mirë mëngjese. Apo na dëgjon? Po, përshëndetje për juve. Përshëndetje edhe për juve. Ate nga të rego paka shumë ka njësa ajo atmosfera fryma e Bajramit në familjen tënde? Por besë me ju të regu, ne jemi pak një familje pak ma tradicionale, po jemi një familje pak ma tradicionale, janë të gachme gjdo sen, që kështo që jemi të mirë për punë tjera, për nesër, për shto dhe nesër kemi problem. Qka keni përgadit? Qka keni fillu me përgadit? Po e vëlloj, gruja ka përgaditën një alëgjen, ka përgaditën një sheqerpare, ka përgaditën një tamëlloriz, ka përgaditën një baklav. Wow. Edhe do roleta, shka i thëtë do që si farë si kuglat, voglat, që si edhe një kilogram bombone për fmi kemi morë që to. Po sa antarje në? Shpojnë fmija, në mëngjes, bajram, të dera, qare pa i dhom të shka. Po, në fakt pas këtë me ndodhe për të tjerët, po sa antarë jeni me qenë se një familje tradicionale? Apo më dëgjon? A jeni shumë antarë në familje? Na jemi krejt 12 antarë. Mashallah. Përshë kemi edhe... Po? Po dëgjoj. Veç komuniko për mes telefonit, lutem, se për mes televizorit si një ali vjerë ma vonë. Po miremi, më jiremi me familje për këto data, për këto dita janë të gëzushme, edhe ta është ne përfundojmë Ramazanin, si cili e ka dhonë atë sakrificën e vetë, edhe Ramazanin i kod vetë atë përfundon, kështu që për Bajram kemi ne taravijen e fundit, sonte, nesër palim sabahin, këthejemi në familje, bojmë Bajram me familje, këtë familje në gjonë, tjetërën dalim këjshi. Mirë shumë. Themi, derek edhe mandesh për ndami tjera ka, presim miq, shkojmë vizitojmë miq. Jo është ajo regulorja, ne që ashtu e kemi traditën. Përshëndes dhe falimderit që ke qenë së bashku me ne sot. Urime edhe me fat Bajramin. Falimderit. Falimderit dhe juve një ashtu. E kemi dhe një telefonat tjetër, po inkuadrojmë shpejt e shpejt. Përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Zojt lutem, nalja zërin televizori dhe na dëgjë vetëm në përmes telefonit. Okej, falimderit. Falimderit shumë falimderit. A kam fillu përgatitjet për Bajram? Po, kam fillu. Mas pari e përshëndes gjithve. Falimderit shumë. Unë po telefonoj prej France. Kështu ato gjitha që ka duhet më përgatit, i kam bagati. Qka të përgatit? Baklav, po? Po, ka ana Gjlanit, ka shumë që i përgatitin
ka baklava, tomeloriz, është paqja, kështu që i kam pregadit gjitha, me gjithse edhe jam shumë e gëzushme, se më vjen qika prej Prishtine, Shumë mirë. edhe e pritisante, kështu që shumë mirë, jam e gëzushme. Tha që jeton në Franca, po? Po që 8 vite jam. Edhe asnjëherë nuk e keni humbë ato traditat shqiptare për pritjen e Bajramit? Jo, asnjëherë, po tonat janë gjitha të bukura. Une për shembull këtu jetoj, nuk është shumë gjatë, afërsisht 8 vite diçka, po unë i marr të mirat për këtyne, po tonat nuk i harroj. Shumë mirë, Zoj. Të faleminderit shumë që e ndove këtë përvojë së bashku me neve, sepse jemi krejt në fund të kësaj pjese. Të përshëndes shumë dhe urime me fat Bajrami. O, faleminderit, urime dhe juve, më vjen mirë që fola s'pari hera parë që flas me ju. Presim edhe herave tjera, mos na harro. Shumë faleminderit, urime dhe juve nese. Kaloj qase të bukura me vajza në Francë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Edhe ju ashtu, kalofshi mirë me familjet e juaja. Faleminderit, çka emocionu. Se di, është po ne kështu në përgjithësi jo, sinqerisht. A jetoj po, Agnes? Se i shkruvat në telefon, a i mirë reagojnë. Ama jo, për mu festa gjithmonë e ka kështu një farë ngarkesë emocionale, se diqysh t'i kujton edhe dhembjen, po edhe dashurin që i me njerëzit tjerë. Edhe mu gjithmonë kështu më emocional, sidomos 2 Bajramat e fundit. Tash, mere me men, që atë sigurisht edhe unë emocionona, pa dyshim se festat nuk sjellin veç gëzim, sjellin edhe momente shumë të vështira në jetë, na mungohen persona që nuk i kemi, po tash veç mere me men, unë du na me gonë kështu me qëndru stoike, mi harru se jena në emision, po si paraqet lotë se bosh viral që shanë gazetari, mere me sportivitet. Mas emisionit ullim edhe qajmë së bërë. Na qiti nërmen krejt dhe na shtini ma. Që jena në emision. Që jena të mërzit shumë, po që shtate prap njëra ma e mira me vazhdu, nështë një dit me gjysë shpirti, një dit pak ma vështirë, po vazhdo njeta dhe të i kalojmë. Do të mi falenderu krejt për kujtimet e bukra që i kemi, edhe të vizitojmë një tjetërën, se për fund është ta me thonë që të shkojmë të një tjetërën, se viteve të fundit, u mëtëm dhe shtu uru, se nuk mune. I kom me shku në 15 vene. E po, andi të shkoti që ta 15 që i kita afer, se mu më shetë gjdo dit. Ditën e Që tretë. unë ta foli, se na shijemi gjdo dit. Po shko të familjar, të cilë s'ke pas kohë mi pas, sepse unë shpytoj që shto Bajramin që shkoj për një matë e krejt familjar të në maljen, sepse nuk po kemi kohë mu vizitu me zveti, po bile për Bajram të vazhdojnë që tradit. Unë jam paka shumë me afërt me familjarët, me hallat edhe me dajt, edhe shkoj vizitoj, jo veç në për festa, jo veç kur ka Bajram, po sigurisht një mesazh shumë i mirë nga Agnesa, që me shfrytzu këto ditë të bukura edhe që kemi pushim, me shku me vizitu të afërmit, me u përmallu, me qesh, edhe më kënaq së bashku. Absolutisht, po. Edhe që kemi ne që është bukuria e festës. Sepse i shek krejt. Edhe kur shkon mas një me bo Bajram të dikush, aty i ki edhe familjarët e tjerë që në fshenjë të ty në adin, edhe i shek shumë me një rrugë, 2 sapunë. Zakonisht e shek sa janë shtu, se dhe një 2-3 vogël. Mirë, ape krym ka dalë se shtash vjen